Sot në mjediset e Hotel Premium në Prizren janë bërë bashkë Naim Qelaj, avokati popullit të Kosovës, zotri Endre Çabani, avokati popullit të Shqipërisë dhe zotri Faton Selmani, avokat i popullit nga Maqedonia e Veriut, ku me këtë rast kanë mbajtur sensionin për bashkëpunim ndërinstitucional në trajtimin e çështjeve me interes të përbashkët, e ku kanë diskutuar mbi temat çështje civile dhe familjare me element ndërkufitar, martesat, regjistrimi civil, dokumentacioni personal, njohja e akteve dhe vendimeve, roli institucionit të avokatit të popullit në mbrojtjen e të drejtës përshëndet. Mes të tre avokatëve të popullit, avokatit popullit Kosovës, avokatit popullit Shqipërisë, zotit Shabani dhe avokatit popullit zotit Selami që janë bashkë me mu sot. Qëllimi i këtij takimi ka qenë me nënshkruanie memorandum bashkëpunimi që është rezultat i një bashkëpunimi të vazhdueshëm ndër vite që të tri institucionet avokatit popullit e kanë në mes vete. Memorandumi i bashkëpunimit parasheh intensifikimin dhe strukturimin e këtij bashkëpunimi që qëllim ka ngritjen e standardeve në respektimin e drejtave të njerëzit për qytetarët e vendeve respektive, ofrimin e shërbimeve të mira dhe çështjeve të përbashkëta të cilet ne si tri institucione kemi me i trajtu. Bashkëpunimi ndërpersonal mes ne të treve është shumë i mirë. Ne duam që në bazë të kësajt edhe ta institucionalizojmë bashkëpunimin mes institucioneve tona në mënyrë që ato të drejta që garantohen në kushtetutat tona apo qoftë në marrëveshjet ndërshtetërore të garantohen dhe në praktik kur qytetarët e shteteve tona përballen me institucionet e tyre shtetërore. Pra në këtë pikë roli ynë si avokatët e popujve respektiv është që të monitorojmë edhe punën e institucioneve publike, nga ana tjetër të koordinohemi, sepse ne kemi disa kufizime ligjore për sa i përket territorit të shteteve tona, por ndërkohë qytetarët tanë lëvizin nga njëri shtet në shtetin tjetër dhe kur janë në shtetin tjetër përballen me administratën publike. Qofshin këto çështje pronësie, qofshin këto çështje të shëndetësisë, qofshin këto çështje të cilat kërkojnë një administratë më të përgjegjshme dhe më efektive. Ne ombudsmanët jemi ato të cilët duhet t'u zgjasin dorën qytetarëve të vendeve tona kur për të drejtat e tyre vendosin organet e shtetit tjetër. Dhe kjo obligimi jonë që të ndihmojmë qytetarëve të shteteve tona respektive na jep edhe më tepër motivim edhe detyrim që ne të kemi një bashkëpunim sa më të thellë, sa më të ngushtë, që bëjmë edhe realizojmë edhe me memorandume në aspektin formal o juridik, që t'u mundësojmë realizimin e të drejtave të qytetarëve tanë në shtetet tona respektive. Pasi që shpesh të njëjtit qytetar hasin në probleme të ndryshme administrative, formale juridike, të cilat janë ndoshta banale në kohën e globalizmit. Përmes kësaj marrëveshjeje, palët angazhohen të intensifikojnë dhe strukturojnë bashkëpunimin e tyre në fusha me interes të përbashkët, përfshirë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, parandalimin e torturës dhe trajtimin njerëzor ose degradues, luftimin e diskriminimit, mbrojtjen e të drejtave të migrantëve dhe refugjatëve, përmirësimin e kushteve në vendet e privimit nga liria, promovimin e qasjes në drejtësi, adresimin e sfidave që lidhen me mjedisin dhe klimën, si dhe mbrojtjen e të drejtave digjitale në epokën e teknologjive të reja. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25